Ju përshëndes nga Shkozeti, në qytetin e Durrësit jam me bashortët Meka. Zoti Nebi, ju jeni me Zojen File, martesa e dytë në fakt. Në total keni plot 7 fëmijë. Në martesën e parë ju keni patur 5 vajza dhe ju ka ndruar jetë bashorti apo jo. Ndërkohë, zonja File, ju pas jeni martuar me Zotin Nebi, keni sjellë në jetë dhe 2 djemë të tjerë. Arsyeja pse jeni drejtuar në emisionin Stop lidhet me vajzën e Zotit Nebi, Sonilën, e cila është e diagnostikuar me probleme të shëndetit mendor, skizofreni, dhe prej 2025-ës ju është ndërprer pagesa e kujdestarit. Na 2011 dhe në 2014 në kam majtë pak kem. 2014 i bona letër ministrës shëndetësisë, orgetën më në Seliun, i ka kam kështë problem, edhe më dërgojnë mjekun, e qunë ka mjeku Gazmend Rafmani, e vizitoj Gazmend Rafmani, i plotësoj letër për kem. Doli në kem, deri në shtator të 2025-ës, keni marrë dhe ju pagesën si kujdestare. Po. Çfarë ndodhi, përse u ndërpre? U ndërpre se thojnë ashtë e afet, pse ka thënë goca në sistem aty, në komision të Durrësit, edhe i ka thënë kështu si unë lahem, kryfem, jam e martume. Më thotë që nuk je baba em. Kam guzën të në rej, ajo më gjunë. Edhe, gjunë, pra, po. është e dhunshme her pas here. Po, e qabujën me Do të pasoj të lajkja, aja i gjithdanë, po, shkojun. Po së rujtë jam mbanje për shemë, tërë hera helm kanal të natë. I ke dhe natën, s'di gjo. Për kujdesërin 120 e nanë, ashtë. Dhe pagesa e invaliditetit? 129 kjo. Bej qafe kisha pagu i qira në i gjo, për vetën e vetë mila që me gjera. Këtu jetoni me qira? Po, jam me qira, s'kina si farë. s'kam shpia si gjo. Smiti kina pa punë.